Kaloi koha e Krishtlindjes dhe i kthehemi sërish kohës gjatë vitit. Është e djela e dytë e kohës gjatë vitit dhe ne na duket nganjëherë se kur nuk ka ndonjë kohë të veçantë liturgjike, ndonjë festë të veçantë, koha gjatë vitit është për ju pa ndonjë surprizë. Jo, është koha kur ne jemi të ftuar t'i kundrojmë e t'i zbatojmë në përditshmërinë e jetës tonë ato të vërteta të mëdha që nganjëherë i kremtojmë me solemnitet. Në fakt leximet e sotme na ftojnë të ngulim shikimin tek një prej këtyre të vërtetave. Dhe po i shohim. Në leximin e parë, Zoti drejtohet Izraelit me këto fjalë: "Shërbëtori im je o Izrael, në të cilin do ta dëftoj lavdinë time." Zoti thotë do ta dëftoj lavdinë time, i thotë Izraelit. Por e kishte dëftuar sa herë, por mungonte ende një ngjarje e cila do ta përmbushte krejt dëftimin e lavdisë së Zotit, lindja e birit të vet në mesin e popullit të Izraelit. Ai do të sillte shërbimin e Izraelit e marrë botës, duke ja shlyer mëkatin e saj. Mëkatin, në fakt, sepse Gjon Pagzuesi kur e sheh Krishtin thotë ja qenxhi hyj që e shlyen mëkatin në botës. Nuk thotë mëkatet, por mëkatin. Interesant. Sepse mëkati është gjithmonë i njëjti, largimi nga Zoti. Veprat e këqija mund të jenë të ndryshme të shumta, por kanë si rrënjë të përbashkët dëshirën tonë për t'u larguar nga Zoti. Këtë dëshirë mjerisht që hyri qysh me fillimet e njerëzimit, me njerëzit e parë kur bën mëkatin e rrjallshëm, mëkatin origjinal që pastaj rolli ndër shekuj. Atë që në katekizëm na kanë mësuar ta njohim me fjalët humbja e hirit shenjtrues. Pra, ky ishte mëkati kur njerëzit fillon ta humbasin familjaritetin me Zotin. E Krishti na ka rifituar këtë hir shenjtrues në pagzim. Në pagzim na rifitohet pra fillimi i një familjariteti me hirin e Zotit. Për shembull, një fëmijë që pagzohet që është i vogël, qysh në atë fazë fillon në të edhe familjariteti me hirin e Zotit dhe do të vazhdojnë për gjithë jetën. Krishti do t'i sillte botës dritën e bota pastaj do ta kuptonte se mëkati është errësirë, ndërsa jeta me Zotin është dritë, pra familjariteti me Zotin është dritë për jetën tonë. Për Krishtin vlen plotësisht fjalë që i dëgjuam në leximin e parë. Tepër pak është të mjesh shërbëtor për të rilindur fiset e Jakobit, për të rrjedhësuar tepëricët e Izraelit, por të caktoj të jesh drita e popujve që shërbimi im të arrit në skaj të tokës. Zoti po fliste me popullin e vet Izraelin, por në një nivel metaforik për të nënkuptuar pastaj se po fliste për birin e vet, i cili do të ishte në kuptimin e plot drita e popujve. Por i tillë drita e popujve Krishti do të ishte duke qenë qenxhi hyjit. Prandaj Gjoni nuk e quhen ja drita e popujve kur e shikon Jezusin, por thotë ja qenxhi hyjit, që shlyen mëkatin botës. Interesant, si shlyen Krishti mëkatet duke bërë magji? Jo, për ta kuptuar këtë fjalë të Gjonit se çfarë Gjoni kishte në mend kur thoshte qenxhi hyjit, na duhet të shikojmë Beslidhen e vjetër. Në Beslidhen e vjetër tregohet në mënyrë të detajuar se si në Izrael duheshin bërë disa rite pendestare. Më i rëndësishmi në ato ishte rituali i flijimit të një qenxhi. E ky rit në tempull duhej bëhej 2 herë në ditë. Një qenxh duhej flijuar në mëngjes e një tjetër në mbrëmje. Përkujtoi kështu ajo nata mallshtore në cilin Izraelit i qekurryer vrasjat për lindurve fal gjakut të një qenxhi, me të cilin ishin lyer, e dini besoj atë pjesë të Beslidhjes së vjetër, shtalkat e shtëpive të izraelitësve. E Zoti u kishte thënë, unë do ta shoh gjakun dhe juve do t'ju kaloj. Ma vonë, këtij rituali fillon të shtoheshin edhe detaje të tjera. Në disa raste, para se të kryente flijimin, prifti, ia tregonte qenxhit që do të flijoj mëkatet e veta dhe mëkatet e popullit, si të fliste me të. Edhe pastaj e merrnin këtë qenxh dhe e flijonin, si thosh, po i zbrazte mi këtë qenxh mëkatet e veta prifti dhe ja paraqiste Zotit në fli, duke i thënë Zotit mos i shiko mëkatet tona sepse tashmë nuk i kemi, por i kemi zbrazur mbi këtë qenxh dhe gjaku i tij u bëft pastrimi për jetën tonë. Gjaku i tij i pafajshëm. Prandaj e kuptojmë sa e rëndësishme është për Gjonin të flitet me këto terme kaq të thella teologjike. Ja qenxhi hyjit, mi të do të zbrazen mëkatet tona, mi atë që është i pafajshëm. Ai do ta marrë mëkatin tonë dhe do t'ja paraqesë Zotit për t'i kërkuar atij mëshirë për secilin prej nesh. Prandaj letra e Hebrejve për shembull thotë është e pamundur që gjaku i mzetërve dhe i qefëve të shlyejë mëkatet dhe vazhdon duke thënë se mëkatet tashmë i shlyen vetëm gjaku i Krishtit. Prandaj janë shfuqizuar me ardhin e Krishtit të gjitha flitet dikurshme të Beslidhjes vjetër. Prandaj ne nuk flijojmë qenxha për t'i kërkuar Zotit mëshirë, sepse është Krishti ai që është flijuar, e prandaj mesha quhet edhe flija e meshës. Si thosh përsëritet ose realizohet sa herë që kremtohet mesha, realizohet ajo flijë e përjetshme e Krishtit me kryq. Ati shikon birin e tij për të na falur mëkatet tona.
dëgjon britmin e tij, faljoacës din ç'a bëjnë për të na falur mëkatet tona. Thoshte shumë bukur një shenjtë Shën Alfons Maria de Liguri, Zoti është atje lart në qiell. Ne jemi këtu poshtë, mëkatet tona bëjnë një zhurmë shumë të madhe që nxitet drejt hyjit të Atit. Por mes nesh dhe Atit është Biri, i cili bërtet aq fort duke lutur mëshirë për ne, saqë zhurma e mëkateve tona nuk arrin kurrë në veshët e Atit, sepse mposhtet prej zërit të Krishtit ndërmjetësues. Patjetër është një formë për të treguar diçka reale, sepse nuk kemi nevojë të imagjinojmë Zotin kas larg Atin, as larg e ne larg, por për të treguar forcën e ndërmjetësimit të Krishtit për mëshirë. Në fakt, kisha kur i drejtohet Zotit gjithmonë përfundon lutjet e veta duke thënë në për Krishtin Zotin ton. Pra ti paraqisim lutjet tona, por mëkatet tona bëjnë të padenj lutjen tonë e të paraqisim në për Krishtin, në për britmen e tij për mëshirë e për bekim. Nuk janë fjalë kështu, thjesht sa për të thënë. Njëherë shenjtja Faustina Kowalska, ajo që Krishti do t'i besonte përqimin e devocionit të mëshirës hyjnore, do të tregonte se në një vegim të sajin kishte pa Atin, i cili e shihte botën nëpërmjet plagëve të Birit vet. Pra Zoti na shef me sytë e mëshirës së vet, por edhe të faljes së mëkatit tonë që na ka fituar Krishti qenxhi i pafajshëm. Të mësojmë nga mënyra pra se si Krishti bëhet drita jonë, duke qenë ai qenxhi i pafajshëm që paguon për ne. Nëse ai në shpirtin shenjtë bëhet drita jonë, duke na falur dhe duke lypur mëshirë për ne para Atit, do të thotë se edhe ne në shpirtin shenjtë duhet të jemi drita e vetvetes të njëri tjetrit, duke lypur mëshirë para Atit për ne e për marr botën. Jo vetëm kaq, por edhe duke pranuar këtë falje dhe duke praktikuar atë në mes nesh. Për shembull, nëse një krishter nuk arrin kurrë të falë, do të thotë se nuk e ka bërë përvojën e faljes hyjnore në jetën e tij. Falja është e mundur, sepse ka bërë hyrjen ndaj nesh më parë. E falja është e mundur. Mjafton të kalitemi në dashuri. Atëherë Krishti, qenxhi i hyjit dhe drita botës, do ta mund errësirën e mëkatit edhe brenda nesh dhe do të na kthej dritën e vet.